Më lejoni që të them një urim në këtë 18 vjetor të pavarësisë së Kosovës, ku padyshim bashkimi, uniteti dhe dëshira për ta parë të zhvillohet më tej dhe më shumë por me drejtësi për atë që ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë në krahun e qytetarëve që luftuan për edhe atyre që dhanë jetën për lirinë, sigurisht që Kosova ka qenë, do të jetë dhe do të vijojë të jetë e lirë dhe drejtësia kur nuk mund të baltos, apo një proces i gabuar në Hag, kur nuk mund të baltos të gjithë mundin, të gjithë sakrificat, të gjithë luftën që është bërë nga UÇK-ja për lirëri dhe drejtësi. Duke u rikthyer në Troçmerejdi në zhvillimet e fundit në të dy Big Brother, do ta nis fillimisht me Big Brotherin e Shqipërisë, aty ku dhe sot do të ketë një prime ku priten të deklarohen edhe të shikohen dinamikat më të fundit që kanë ndodhur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sigurisht që tani më situata me Dismirit dhe Selin nuk është më e njëjta. Miri nga ana tjetër, me ironi thotë se mbretëresha Selin është shuar dhe është në gjumë, ka një lloj inati, ka një lloj xhelozie dhe ka një lloj loje kundër Selin që po e bën Miri. Ai ka leverdisur dhe është rënë për 7 lojës e tij 50 ditët e para të qëndrimit në një raport me Selin, ku ai është shprehur që kanë qenë lojtarë të dy që kanë qenë në një aleancë, por në thelb të lojës ata nuk kanë marrë ndonjë veprim që të forcojë të dy pozitat e tyre si lojtar, pra që të kenë nxjerr banor me zarf të zi, që të kenë krijuar situata me të tjerët, por po se të tjerët janë marrë vetëm me faktin se si një burr i martuar dhe me fëmijë gati në moshën e Selin ka qëndruar në një shtrat me këtë të fundit, dhe se si kjo e fundit nuk ka ikur nga shtrati, edhe pse babai në 2 deklarata të forta si në letër dhe në atë që dëgjoj edhe Miri në dhomën e rrëfimit nga kutia e Pandorës, nuk u nda e tani më rrugtimet e tyre janë ndarë dhe po shikojmë një Mirë që për mua për hir të së vërtetës po kthehet në qesharak me gjitha situatat dhe këtë luftën që ka nisur edhe me Mateun, i cili për hir të së vërtetës, nëse do të marrim atë që shikohet dhe komentohet në rrjetet sociale, është një personazh që pëlqet masivisht dhe është pa frikë një ndër të preferuarit e publikut në këtë edicion. Një skenë e cila është bërë virale është ku Miri tenton ta godas në fytyrë me skena që Miri nuk i ka të para në këtë Big Brother, pra këtë të treguar që unë jam i fortë, me një lloj arrogance edhe me një lloj presioni psikologjik, por edhe face to face, shumë pra fytyrës, me veprime që nuk i kanë hije një figure siç pretendon Miri që është, që e lartëson veten dhe e prezanton si një strateg ku më së shumti i vë pesh fjalës se sa veprimeve, e fatkeqësisht në lojën e Mirit ditët e fundit po flasin vetëm veprime, siç është edhe bashkimi i tij me Rogertin, kur ky fundit i ka thënë për raportin me Selin që ti po bën një lloj i çesti, çfarë nuk i kanë lënë. Degradimet më të fundit ja kanë dhënë njëri tjetrit, epitetet dhe emërtimet, fjalët, degradimi i një gjuhë banale që as në kazanin e plerave nuk e gjen, por ndërkohë për hir të lojës po bëhen ortak, po bëhen partner Rogerti dhe Miri. E duke e sulmuar Mateon dhe Rogerti ditë më parë me një lloj agresioni, ma jep dorën duke ju e kërcënuar hap tazi dhe duke i ushtruar një lloj situati që për mua është e neveritshme dhe nuk është as pak e hishme, ku shikojnë burra me këtë lloj qëndrimi gangsterloko, me këtë lloj mentaliteti që për mua është i kalbur, se burrëria nuk tregohet duke i shkuar tjetri dhe duke i agresuar dhe duke i qëndruar aty duke bërë skena. A do t'i biesh tamam? Bam! Bjeri, edhe mos bëj lojra fjalës, mos bëj lojra veprimesh, e preku se lagu, se nuk të tregojnë të hishëm në fund të ditës o Xhaxhimiri, se je edhe në një moshë që duhet të tregosh një lloj maturie, edhe jo që të shfazohesh në këtë lojën ku të ka ikur Selin, që të djeg aq shumë sa dhe ke filluar të bësh këto veprimet e fundit me grupacione kundër saj, edhe pse nuk i bie në mënyrë të drejtë për drejtë saj, se nuk je këllqe, po merresh me të tjerë që janë pjesë e grupit të Selin, ndoshta për të pastruar sipas ti, sipas mendjes së Mirit, për të pastruar terrenin, se e ka parë që Mateo dhe Brikena
kanë goxha impact në publik, zën goxha hapësirë, në Prime kanë dhe ata, le të themi, pjesën e tyre dhe miri do që tjetë vetëm ai dhe Seli dhe të mos flitet për asgjë tjetër, prandaj edhe ka këtë goditin që për mua po del shumë keq se në fund të ditës çfarë do të tregoj me këtë lloj agresioni apo me këtë lloj gjuje kaq të panevojshme, me këtë lloj tentative për ta goditur, për ta prekur apo edhe për ta vënë poshtë, se e kemi parë dhe mirë në një agresion edhe me Kristin duke lagur me ujë, duke bërë gjëra që as adoleshentët në minimatur nuk i bëjnë më me vezë dhe me ujë. Besoj që ai që është strateg krijon një aleancë tjetër brenda shtëpisë dhe jo me këto lloj ngarkese emocionale apo shfaqje të një agresioni të dhunës. Të gjithë kemi agresionin brenda ton, por e keqja në informaci Big Brother që ai që e shfaq në vend e pa vend edhe nuk pëlqet nga publiku, edhe nuk pëlqet se janë për të bajatshme këto situatat e këtij gangsterliku që shfaqet në ekrane, specifikisht në formate si Big Brother. Më pëlqen pafundësisht qasja dhe mënyra se si Matteo po tregon një vetkontroll, po tregon një maturi, po tregon një qëndrim, edhe pse në Prime thot disa fjalë që mund të jenë për disa të tepërta, por që Rogerti dhe Artani, që sërish Rogerti tha në një bisedë që inshallah më vjen një sfidë, unë do futem në krevat me Brikenën. Pra e tregojnë që ndoshta mund të jetë një lloj loje provokimi, por në fund të ditës është edhe një lojë që nuk ka shumë lezet, që të tregon ty si një lloj manjaku dhe fatkeqësisht këtë edicion burrat në moshën e Mirit, Rogertit dhe Artanit po shihen dhe po komentojnë në audiencë, por edhe nga vetë banorët që bëjnë veprime që ngjasojnë me ato të manjakëve, të pëndjekësve që i shkojnë grave në përshtrate, që duan t'i ngacmojnë në këtë pikë dhe t'i provokojnë në këtë pikë të lojës, në këtë lloj situate, dhe do të shikojmë nëse do t'i vi ndonjëherë në dorë Rogerti për të pasur këtë avantazh, për të pasur në krah apo më saktë në krevat Brikenën, dhe pse kjo e fundit ja ka vënë ultimatumin, ja ka vënë ato bllokun dhe ja ka vënë kufirin që nuk duhet të preket. E mori një mësim herën e kaluar kur e bëri të njëjtin veprim që u turr në krevat Brikenës Rogerti dhe Artani, morën komente nga opinionistët, nga Ledioni, por edhe nga vetë Matteo, i cili nuk i kishte parë si skenë. Por duke qenë që jemi tek Matteo dhe tek Brikena, love, po afrohen më shumë, po shikojmë që edhe në mesnat prekin duart me njëri tjetrin në krevat. Pra e kam thënë që ndoshta marrëdhënia e tyre mund të vinë në mënyrë graduale, mund të vinë në mënyrë shumë të avazht, shumë slow motion, edhe pse publiku ndoshta apo edhe vetë formati do diçka më intensive, më të drejtë për drejtë dhe më pranë asaj që ne mund ta cilësojmë si një love story që do të ndodh në shtëpinë e Big Brother, edhe pse kemi një tjetër dyshe që po krijohet drejt këtij rrugtimi, siç është Selin dhe Gimbo. Ky fundit Gimbo është tërësisht i fokusuar tek Selin dhe çdo moment e jeton pranë asaj vajze dhe ja ka dedikuar lojën e tij më së shumti. Selin, do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situatat dhe kush janë të preferuart e juaj, duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.